unë të kërkoj ndjes nëse të pas kam prek në ndjenja, me një fjalë që s'kishte lidhje fare me politikën, që ishte thjesht një fjalë slave, duhet të dish që vetëm në gjuhën shqipe, më fal që të them, po të marrim një lingvist, në gjuhën shqipe ka 10 toponime slave që ne i përdorim, unë i përdor, pa që vendi. mund t'i përdorim toponime. Këtë kuptojnë, unë nashta mund më përdor çto. Që na kanë met. Po unë ta thash atë jo për të ta thënë ty. Gjuhë slave ti e kupton moz. Jo, më fal. Unë e thash të fjalë për një dikë tjetër që ja kishte thënë që është me origjinë të tillë. Pra s'kisha fare lidhje direkte me ty. Unë e bona promotor thash po unë e kuptoj. Më tha po tha ti e kupton. Unë nesër do t'ju them atyre se s'do ta politik, kjo është një çështje lingvistike që na sillni një lingvist këtu ta zgjidhë. Bëj me lingvistikën, po të bëj. Po gjuhë ishte po shpjegoja. Po të bëj me mua pse ti mua tha, unë shtu preka, pse ti mua tha, pse si tha Olës. Edhe Ola i ka kumshi. Ore, po ti më the, unë e di se fillimisht, se unë mund të kërkoj dhe filmin, ti më the, po unë e kuptoj mëse ti. A më the ti e kuptoj? Okej, këtë në regull, jo, po s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Më futi më të lap. E kum thon, me qitë ty keqë edhe ti është shite që atë. Pse si thu Olës ti? Ola është në gjitë me Malazest. A janë slave, a është gjuhë slave? Malizi, si kur s'janë slav, më të gërë. Shka janë ata? Ata janë i lirë të slavizuar. I lirë të slavizuar edhe serbët edhe krejt.